kur fol Ilir pse ki votu kundër. Kur fol për këtë koncept ushtarake, ata oficerët keshin kur çojnë, se janë të këshyra ata dikush. Me përket planifikimit, më të vërtet Besa nuk e marr vesh bën planifikimin ushtarak. Idenë se ka. Planifikimi ushtarak edhe pajisjet bëhen mbi bazën e një harte të operacionalitetit të mbrojtjes territorit. Është bë plani mbrojtjes territorit, është bë war game, është bë loja luftës, kanë dalë njerëz të kanë skufinin, kanë dalë kanë gjitha pikat, e din sakt kush ku çka bën, cilla armë komplementon tjetrën. Edhe blerja e armëve dhe këto bëhen mbi bazën e këtij planifikimit. Nuk bëhen për mendsh që kum pa dikun e kum dëgju. Kjo bëhet mbi bazën e planifikimit të saktë. Kjo është bën. Mbi bazën e saj janë pa nevojat. Komplementimi i armës. Çish e bëjmë luftën? Do të definojmë së pari çish luftojmë na. Janë disa modele të luftimit që bëhen. Dhe më luftu që thonë këta amerikan deep, a close, a rear, a fell, a offer, a mbrapa, këtë të dijen. Mbi bazën e kësaj koha Replikën Besa, mas pari, mandej Fadi. Mas pari, ajo më kompetente, ajo s'ki nevojë me më fy, tregon puna që mu ka besu me koordinu qëtë procesin e shikimit që ka sjell transformimin në nivel të vendit. Edhe studimet që i kumbo është informacion publik. E tjetra, mos e pyetjes, pse keni votu kundër sigurimeve shëndetësore jetësore të njerëzve që 6 vjet janë në pushtet, s'keni mrimi bo sigurime shëndetësore jetësore, është një polic i gjeneratës 16 në pej, përderisa na po diskutojmë që s'ka parë me ble protezën. Tjetra, është polici tjetër që nuk dënë më pensionu për shkak se s'ka parë me ble kimoterapinë e vetë, është në rajon të pesë. E shumë policie. Kur ja keni ble uniformat e fundit, çizmet e fundit Policisë Republikës Kosovës. Qysh e ka dëni me pensionu para kohë, njerëzit e kanë pensionin sikur dikush që s'ka bo kur gjo sikur këta që shkojnë me vdekje. Mos e ik pyetjeve me fymje, se nuk është fair. Kjo seriozisht prapë më mënej që nuk kupton. Në fushën e mbrojtjes çka s'kupton pse ke votu kundër? O nuk e kupton. Çto e kupton qytetari? Çka unë s'po kuptoj. Tash thënë atë pyetje. Jo, qytetari seriozisht e kupton. A diçka më vjen keq. Unë vjen keq kur fol. Ilir pse ki votu kundër? Kur fol për këtë koncept ushtarake, ata oficerët keshin kur çojnë, se janë të këshyra ata dikush. Shqyqyr që në trakëshyr, nuk besojnë. Nuk besojnë që ti ki votu kundër. Nuk kemi votu kundër. Ti ki votu kundër sigurimin shëndetësor. Merr një video të jetë akëshyrni. Ton kemi votu pro, kanë votu kretë vetë vendosja kundër. Bishin gom diçka. Tregom pse fymjet nuk kur e votu buxheti, ka qenë emergjenca e kalimit buxhetit. Edhe kena kalu. Edhe buxheti ka kalu. Edhe është që bileti, anide, tash ti në rregull të? E kemi nimu për mos me blloku popullin. Faleminderit që na keni nimu. Po, e pse sigurimin shëndetësor? Edhe është thonë ato, edhe ti e pajtu në komision që kjo punë ka mu rishiku dhe ka mu bë plotësimet një nga një. Si keni bërë shikimin? Po s'kemi jam ndeshku në zgjedhje. Ja, kemi pas ko 2 muaj ditë. Nuk kemi pas. Kush se keni ditë? Po nuk kemi pas. Se keni ditë që kemi pas, na kemi thonë që duhet me kalu buxheti. 6 vjetin në qeveri, kush se keni ditë që kemi kalu buxhet? Pikë për pikë me rregullu. Besa. Është vërtet që sigurimet shëndetësore, jetësore heq janë të përfshime në projektligjin për sigurime shëndetësore se kemi analizuar deri në fund, edhe ju kemi rekomanduar vetë vendosjes në komision në kumçu amandamentin që merreni ju bëneni të dispozitat kalimtore, merrni 6 muaj rregulloni me ligj sikur krejt vendet perëndimore. Asa ashtu s'kan pranu. Kështu që Ilirin vend që më mfy, le tregon pse vetë ka qu dorën kundër sigurimeve shëndetësore jetësore për kolegët e vet. Për policë. Do të thonë ligj 3 nuk janë sigurime jetësore. Nuk janë as shëndetësore as jetësore të rregulluara me ligj për personelin sigurisë. Niveli rrezikshmërisë për personelin sigurisë nuk është njëjtë si për qytetarët e tjerë. Apo kupton? Mos flasim se projektligji për sigurime shëndetësore. Ilira Peçaran. Po dezinformon. Na folëm për ligjin për sigurime shëndetësore, folëm. Përmend unë, përmend Fadili. Ligji për rrezikshmëri. Edhe ligji për sigurimin shëndetësor bëhet i shkallëzuar. Edhe personeli i sigurisë mbi bazën e rrezikshmërisë që ka shkallën e rrezikut edhe për ato paguhet. Nuk paguhet sigurim shëndetësor si për pilotin, si për ushtarin që janë zyre. Nuk paguhet si për një oficer zyre, si për një ushtar të regjimentit të komisarisë. Këto FSK-ja i ka detajzuar me prej as denjë, edhe ka proceduar me to. Ne, gjatë asaj kohë, atë sa kemi mri me pagu ushtarët, nuk po them që ka qenë perfekte.